jo kështu, po shfrytëzon këtë, po që se këto është fora me tregu historinë tonë, po kjo e ka tregu çaq mirë sa që e ka kriju një karakter shumë interesant të një princeshe, të një lule të këtij spektakli. Prandaj, nga jashtë që shumë ty po është shumë e bukur. Mu do besoj seriozisht po jepet akoma mundësi fjalë mentorit që ndeti thjesht 10 orë në Big Brother dhe u eliminua Nisi, nesër me Niku, pas të nesërmen, pak orë më vonë. Edhe këto, si po e shfrytëzon edhe si i ke absorbu? Ku vazhdu në fakt ashtu qysh... Këtë do jetë Labi. Me Labi nuk ndishem në TikTok, por më kanë dalë TikToket e tij, se janë bërë virale dhe më kanë dalë like him, he's fun. Labi i vogël, jo Labinoti. S'kam qenë 100% që e kisha përshtypjen që... Ju pëlqen Labi si banor, si individ, si lojtar në Big Brother? Apo ju pëlqen më shumë Labi si TikToker? Labi, me thua me që jemi të kontaktet, me kën nuk do ruash kontaktet mira. Unë foli Jonida. Keq ata që i kanë të kalu që ato limite që i përmenda. Njoni për ty në është Labina Tregja. Labi? Qa ka bërë Labi shkret? Anyway, jam i lumtur që foli Jonida. Tjetë fakt... Mirë, Labi, edhe një pyetje. Unë dy pyetje Jonida. Ti ke hyrë në një tjetër moment të lojës. Si është dukur shtëpia nga jashtë dhe si është përjetimi kur hyn brenda? 365 gradë. Jashtë nuk e ki përshtypjen që gjithë banorët janë aq të fokusuar në lojë. A është... Siç është brenda. Po ju pyes juve që jeni banor të keni qenë banor të Big Brother. A është totalisht ndryshe shtëpia nga jashtë se nga brenda, domethënë a është 365 gradë ndryshe? Dhe po transferohesh për në Kosovë. Po. Kështu që besoj që edhe në fund pyetje kjo, po edhe disi e konfirmuar që informaci Big Brother të ndihmon në një mënyrë apo në tjetrën që ti të promovohesh. Se ndryshe ti nuk besoj që do merresh vendimin e rëndësishëm që të kthehesh në Kosovë. Kur? Kishe vendosur që do vdesi jashtë shtetit, kur nuk do kthehej në Kosovë? Se faktikisht ky Big Brother i hapi dyert e jetës. Domethënë tani po e presin me radhë filmat, këngët, bashkëpunimet, emisionet. Po s'kam pas kur guxim, gjithmonë nuk ka duf sikur Cheers to that. Është një lloj tjetër ndjesie kur ti e shesh shtëpinë nga jashtë dhe hyn brenda. Si ka qenë kjo për ty? Mos guxoj Jonida ta pyesi Ludën, a ke menduar ndonjëherë të kthehesh në Kosovë, ndërkohë Ludo në Hollywood? Shumë shpejt loja, mo seriozisht unë plane kam pas Labit një gjujt, jo 300%. Ai ditë ti çysh se më ma sjell? Jo, domethënë, ai ditë ti çysh më ma sjell Labinot Regja dhe atë në banën bashkë me tatër adhe Albo. A mendoni se Ludo është një version i Labit më i rafinuar i Labinot të Regjës, apo jo? Dine kam një pyetje? Jo, do shta me thonë që a sheni bas këti spektakli për shembull se thonë që njeriu i mirë edhe fal. Për shembull personazhet për cilat mendoni që s'keni më fol, a kishim kanë gjendje me i fal për shembull. Mentori çfarë është tu bashkëprezantues tani apo çfarë? A dhe pse mentori dikush nuk i ka kreu flokët, është kështu mentori, nuk ka flokë ku mbrapa. Personazhet për cilat nga ne do gjej ata njerëz mentori pra sot është bashkëprezantuesi me disa tjerë i Jonidës dhe i Aladinit. Pra është prezantuesi i tërët. Okej.